hidrovore nuk kanë punuar. Ne na populli shqiptar si jetojmë këto kushte njerëzore. Ka pas përmbytje, po jo kaq tmerrsisht. Ka qenë përmbytja më fatale që ka ekzistuar, ka ndodhur. Kalosin ata kuçi me në ardhë në një i shtetit, në një i lartë, me në pyet një gjoha, akoma s'ta ka ardhur asnjë. Fshira ka pas 2 vit, po është se cili qik më të rëmbyshme, po si mjetë ishte katastrofë, gjithë vendin. S'ta ka bo baki kur. Kjo lloj përmbytje. Unë e këmdaj për shumë nëse kemi pasi qikë pusetat ma afër, po në shohë se edhe pusetat nuk punojnë fare, janë të mushme, tafë, nuk të heku ujë, nuk sezën ujë. Këta rejmë shpëtonin, qasa rritën, shpëtonin kokën. Ne kemi i fjatë njësë në kremësi, dhe këtë në situatë asë njërë. Dhe i të njësë kemi marrë që të vore, shtë nga jetë partje një, që kemi hyrë këshu në lagje dhe në vetë pjuve i pa. Për 20 minuta është përndi një shakë, ka kalu nga Rulande dhe ka kalu qitë të me sekundë. Na kanë përmyt me rezervuar, sa që ka hapa të nuk e di, po ne jemi përmyt me rezervuar këtu. Na ka hy ujtë komplet mërena dhe qëfar kemi pas, në katin e parë, me dhoma gjumi, me pajisje frigorifer, lavatriqe, lavastovigje, qëfar kemi pas, ne na shbush pia pa banushme. Këtë përmyt zoti, halal e pas, jam përmyt nga shteti. Ka ra ujtë tani se ka qenë, mund ka pas 30 cm mërena në shpinë. Unë i përkas Partisë Socialiste, ja kam vot asaj, nuk ka për të i tërë për të shtoku pusetat ku. Se kanë ndërtu sipra ke semafori lokale, ato kanë bloku pusetat. A nuk punojnë ato hidrovorta, ata thonë punojnë, për nuk punojnë. Shpërnojnë se të që punojnë këshin ishte ullë. Ata thajnë detin hidrovort, jo s'ta kanë ujë në shiu. Ujë pishëm s'kemi, shteti ju nuk pas ka një mundësi që një pagule ujë që pople që përrit 24 orë në ujë. Po Edi Rama vetë bën ledhe në shtetet e jashtme për Ukrajinë, kur populli vetë kompjutet të ndujë. Jo, është katastrofë për të. Ato hidrovore nuk kanë punuar. Po do vemi ati të bashkia, edhe do ta nxjerrim jashtë. E të vinë tërë kështu ajo si s'po jetoj populli tu në këtë vend. Realiteti janë shty. Nuk kena të bo komente me thënë, i ka fajt, ky ka fajt. Kësaj rrolle i kanë mbyt vetë dusë. Pse e kanë mbyt? Nuk e kanë mbyt vetë nga shirat si kanë ra, se këtu ka ra shira çdo vit edhe nuk ka ardhur aq fort. Këtu kësaj rrolla mbyt si hidrovori deri në orën 12 e di këtë njerëzit nuk ka punë. Ne na populli shqiptar si jetojmë këto kushte njerëzore. S'di gjasha me thënë, Zoti vë vdorë për ne se për shtet na kena marrë.